Për njerëzit që nuk e dinë, ju jeni martuar me me vajzën e aktorit madh Nrek Luca. Në Rozafën, po. Me Rozafën. Po shoqë që fëmijë, shok, fëmijë. Qysh fëmijë? Po, edhe baba kanë shumë shok me Nrekën se. Ju hiket mase si u lidhet. Edhe unë, Rozafa ka ikë 89 në Francë, unë kam ikë 88, edhe në mori farë kështu, u ban një lidhë shmon shkret e pa planifikume, po jashtëzakonisht me kështu, pa asë një kretë inocente, si të. Në zonë, po ku je, unë jam Francë, po, se mora për Nrekën, kishte dhek Nreka. Pa. Marë në telefon, pa tjetë se ishte njëri familjes. Pa. Më delë Rozafën, si jemë ku je ju, thot jam Francë. Okej, mi bandë, këtu kondolancën që kena nesër, kjo është i vetë, në këte. Rozafë e thashtë, flasim kur, jo këtë të në bandë telefon, sa të më rinë, ishte atër në Lyon. Pas ku për specializim du? Pa, specializim ginekologjisë. Edhe doktoresh shumë e zonje edhe në Stanford po punon? Gja ma shumë punëtore, e jashtëzakonshme, vajze aft. Këtë kam pa me sytë e mi. Vajze aft, e dashtën, kush e disa mija babies kanë kalu në durët e saj. Nuk ka, njëri që nuk pushon. Absolutisht. Falim nërë Zotës. Nuk pushon dhe shumë mikpritse. Absolutisht. Unë kam qenë në shtëpinë tuaj, domthon, erdhi mas pune, mas 10 ore punë, erdhi boni darkën, boni mikpritje. Ajo është e përditshme. Pa u lodh. Shumë njëri, po. Dhe edhe është shumë suportuese çfarë bëj unë. Pa ajo. Vërtetësisht, ne në artist nuk ka probleme, ne kena probleme tona, nuk kena thjesht. Jo më mangu, nuk ka problemi mangu. Jo, kena diçka më tepër, ato është problemi. Se jena normal, po kena mi normalin, kena mi normen, kena diçka tjetër, që kërkush nuk e kanë tjetër. Ashtu se di çfarë është, po diçka është. Diçka është. Edhe po ajo është gati smani e pa suportueshme, ka diçka të çuditshme. Po ty pas edhe babën artist, edhe nënën artist, edhe vllahën artist, s'ka kanë problem. Përkundër se thotë, "Yes, vazhdo, jepi." Dhe nuk është njëri që më ndalon. 37 vjet në Amerikë. Po, 38 gati, 38 gati, po. Në fillim ishit në Detroit. Grand Rapids, Michigan.